Këto janë minutat e tmerrit dhe panikut përpara rrëzimit të avionit Germanwings me 150 vetë në Alpet francez. Dimës piloti 28 vjeçar Andres Ljubic, i cili akuzohet nga hetuesit për rrëzim të qëllimshëm, ngujua brenda kabinës me synimin për të shkatruar avionin Airbus A320 të kompanisë gjermane. Misteri u zbulua pas zbardhjes së regjistrimit të zërit gjatë analizave të njërës prej kutive të zeza të avionit, që tregoi se piloti kryesor Patrick S. kishte tentuar të shëmte derën e kabinës për të shmangur tragjedinë, por pa rezultat. Dyert e avionëve nuk mund të hapen nga jashtë, sipas masave të reja që aplikohen që pas sulmeve terroriste të vitit 2001 në SBA. Sipas hetuesve, ulja deri në momentin e përplasjes ka zgjatur 8 minuta. Gjithçka sa kishte ndodhur e shpjegoi prokurori Marseilles, Brice Robin. Depuis hier après-midi, piloti dhe ndihmësit i tij ishin duke biseduar. Më pas, piloti kryesor aktivizoi pilotin automatik dhe doli nga kabina për të kryer nevojat personale. Por me të kthyer dera ishte e mbyllur. Ndihmës piloti refuzonte ta hapte edhe pas kërkesës së përsëritur të kolegut të tij. I mbetur i vetëm në kabinë aktivizoi butonin për të realizuar uljen. Frymarrja që dëgjoi tregon se ai ishte gjallë deri në momentin e përplasjes. Pasagjerët e kuptuan se ç'po ndodhte vetëm në momentet e fundit dhe nisën të thërrisnin të tmerruar. Motivet që e kanë shtyrë ndihmës pilotin drejt këtij akti janë ende të panjohura. Prokurori tregoi se nuk ka patur informacione për lidhje të tij me ekstremist apo terrorist. Ndërkohë operacionet e kërkimit vijojnë ndërsa pritet të nisë procesi i identifikimit të tyre përmes testeve të ADN-s.